se çfarë konsideronte ai një takim themelues të UÇK-s në dhjetor të 1993-shit. Ai qëllimisht nuk i përmend pjesëmarrësit në atë takim, as nuk pretendon se ka renditur të gjithë themeluesit e UÇK-s që kanë qenë pjesëmarrës në këtë mbledhje. Prova të tjera, sikurse në provën 186, tregon që themelimi i UÇK-s është kuptuar në fakt tamam në prill të 93-shit, në një mbledhje tjetër, ku nuk ka marrë pjesë Azem Sylla, po në të cilin ka marrë pjesë Adem Jashari, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe të tjerë. Provat tregojnë vetëm dallimet në cilësimet e momentit themelues të UÇK-s, por kjo nuk është një mospërputhje nëse ishte apo jo Thaçi një prej themeluesve. Sikurse e tha zoti Tiker, kur e pyetën Thaçin, ZPS-ja, kur u bë antar i shtabit të përgjithshëm, përgjigjja e tij ishte se e dihej nga të gjithë që ai ka qenë një prej themeluesve të UÇK-s. Provat e dorës së parë, ku mbështetet mbrojtja e Thaçit në paragrafin 127 të dosjes së vet, ku përpiqet na tregon që Hashim Thaçi është kyçur në shtabin e përgjithshëm në nëntor të 98-s, në fakt buroi nga Sokol Bashota, dhe vetëm nga Sokol Bashota. Dëshmia e tij në fakt kontradiktohet nga një malë me prova. Përfshirë edhe vetë përshkrimin Hashim Thaçit në lidhje me punimet e brendshme të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, përpara, edhe këtë mund ta shihni në provën 771 dhe provat shtesë, të cilat mund të lexoni në dosjen 101-482 të dosjes son. Nuk është e qartë fakt as nëse mbrojtja e Thaçit vetë beson Bashotën lidhur me këtë, sepse ata kanë argumentuar në deklaratat hyrëse se Thaçi është ftuar të bashkohet në shtabin e përgjithshëm në pranverën e 1998-s, përpara se të përshkruanin logjistikën dhe përgjegjësitë për mediat që ka pasur ai. Këtë mund ta shihni në transkript në faqe 2303-2304. Provat që ka dhënë Sokol Bashota nuk mund të jenë të besueshme lidhur me këtë pikë konkrete. Pra, kjo tregon se duhet parë me kujdes besueshmëria e tij lidhur me aspektet që ka diskutuar, sepse ai, në fakt, duket që ka qenë në favor të të akuzuarve. Nga pozicionet e Thaçit pranë UÇK-s, pra për shkak të pozicioneve që ka pasur në UÇK, ai ka kontribuar në një sër veprash penale të pafundme, të cilat ne kemi diskutuar në paragrafët 482-507 të dosjes son. Dhe nuk është thjesht kontributi që i ka dhënë UÇK-s për qëllimet e përgjithshme politike, apo kontribute neutrale, siç diskuton mbrojtja e Thaçit në paragrafët 112 dhe 118. Mbrojtja e Thaçit mbështetet shumë në fakt në çështjen e gjykatës penale Mbarushimana. Dhe të citojnë me hollësi vendimin e konfirmimit dhe na japin një ilustrim se si kontributet për qëllime politike nuk mund të jenë kontribute për vepra penale. Ai rast nuk na ndihmon të kuptojmë çështjen që kemi aktualisht përpara këtij trupi gjykues. Gjykata penale nuk përdor ndërmarrjen e përbashkët kriminale. Kryerja e përbashkët atje përkufizohet si bashkëkryerje apo bashkëkryerje e tërthort, dhe janë elemente të ndryshëm krahasuar me NKP-n. Mbrojtja e Thaçit thotë që Mbarushimana u akuzua për bashkëkryerje të tërthort sipas nenit 253D të statutit të gjykatës penale. Nuk është e vërtet, sepse ky nen nuk flet për bashkëkryerje të tërthort. Në fakt, Mbarushimana u akuzua për përgjegjësi të tërthort penale, e cila nuk mund të krahasohet me çështjen që ne kemi aktualisht. Jurisprudenca e gjykatës penale në fakt nuk e trajton fare kontributin e madh që ka përgjegjësia penale në nenin 253D. Këtë mund ta shihni edhe në paragrafët 1242, 1244 të akt gjykimit Al Hasan. Edhe një citim tjetër në kontekstin ton
mund të gjendet në paragrafin 1876 të çështje 0202 a gjykimi i apelit përpara ECC-s, ku në fakt trajtohet NKP-ja, ndërmarrja kriminale e përbashkët, pra, dhe thot që të gjitha veprimtaritë që janë në pamje të parë, të palidhura me kryen e krimeve, duhen marrë parasysh kur të peshohet kontributi që është dhënë në kryen e një tepre penale. Edhe më e rëndësishme, në fakt Hashim Thaçi ka qenë një përkrahës i drejt për drejt i qëllimit të përbashkët kriminal. Këtë mund ta shihni më konkretisht për mënyrën se si ai flet për LDK-n, një prej grupeve që shënjestronte politika ndaj oponentëve. Në ekran keni një raport të shtabit regional Liria që është diskutuar të 779-7800. Ndërhyrja e Thaçit nuk mund të kishte qenë e qartë. Ai nuk ishte qartë. Ai deklaron se ata që nuk e njohin shtabin e përgjithshëm janë kriminal dhe ne nuk do t'u japim armë kriminalëve, por ne do të luftojmë kundër tyre. Ja ku kemi provën 486, ku në një moment të tensionuar me Tahir Zemaj, Thaçi i drejtohet dhe i thot, do të luftoj Tahir Zemaj njësoj si serbët, ty dhe njësitë tua. Dhe ky është njëjti mesazh që do ta shihni shkurtimisht në komunikatën 53, ku më 18 shtator 1998 shtabi i përgjithshëm deklaroi se vetëm në Sferk, Prapajqan dhe Baran, ku dezertorët ish antarët e UDB-s, aktualisht institucionalistët si Tahir Zemaj kanë influencë. Armiku nuk gjeti rezistencë, pavarësisht faktit se këto fshatra u dogjën e u përvëluan dhe u shkatëruan. Një ditë këta persona do të mbajnë përgjegjësi për dëmet që po i shkaktojnë popullit dhe mëmëdheut. Kjo është e qartë pra, kjo është një mesazh i qartë për ata që ishin i pengonin kontrollin në UÇK-s. Fjalët që ka Thaçi Zemaj u përkthyen në fjalë, në formulim në një komunikat dhe u bën realitet 2 ditë më pas ku ndalua delegacioni i Qirezit edhe kulminoi me kërcënimin e zotit Thaçi kur tha do t'ju vrasim në Prishtinë. Të përshkruash kontributet e Thaçit si neutrale është absurde, sepse ka prova për të vërtetuar të kundërtën. Nuk është kontribut neutral të thuash këto fjalë nga një pozicion siç kishte Thaçi, dhe nuk është kontribut neutral të marrësh në pyetje, të kërcënosh, të rahësh personat në Qirez. Gjithashtu, mund të shihni një lidhje të qartë mes fjalëve të Thaçit, fjalëve të shtabit të përgjithshëm dhe krimet për të cilat akuzohen në paraqitjen e tij publike në provën P1256. Ka dhënë dëshmi Nuhi Bytyqi dhe ka thënë se e ka filmuar Hashim Thaçin kur e ka thënë këtë më 30 tetor 1998. Dhe këtë mund ta gjeni në faqet 1672, 1628 të transkriptit të tij. Tosrat e Kosovës në nëheqjen e shtabit të përgjithshëm të saj gjatë këtij viti u përball kundër shumë ofenziva të pushtuesit serb. Ajo arriti të bëjë ballë me sukses të gjitha këtyre ofenzivave, kështu që sot ushtria çlirimtare e Kosovës është më përgatitur si në planin kombëtar dhe në atë ndërkombëtar. Në planin kombëtar, ushtria çlirimtare e Kosovës përkundër propagandës dhe luftës speciale që u bë para, gjatë dhe pas ofenzivave të pushtuesit serb të ndihmuar edhe nga elementet autonomist, ajo arriti që vetëm të konsolidohet, të profesionalizohet dhe sot ka arritur shkallën më të lartë të organizimit të saj politiko-ushtarak. Special War. Lufta
speciale, elementet autonomist. Paraqitja e parë. Mbrojtja e Thatchit argumenton në paragrafu 244, 247 të dosjes se ky fjalim nuk duhet merret për bazë dhe të thuash që Hashim Thaçi në mënyrë publike ka bërë sulme të tilla, sepse Bytyqi ka hequr referencën lidhur me luftën speciale dhe elementet autonomisë përpara se të përcillen në dokumentarin e tij. Po në fakt ky argument shtrembëron kuptimin e vërtet që ka kjo provë. Së pari, që i ka thënë këto fjalë Thaçi, në vetvete, kjo është e rëndësishme. Ky është një recitim personal i parimeve kryesore në politikat kundër oponentëve. Dhe këto janë thënë publikisht. Nuhi Bytyqi e pranoi kur dha dëshmi se qëllimisht i ka prerë këto pjesë. Dhe tha se UÇK-ja kishte nevojë për të kishte më shumë përkrahje nga të gjitha shtresat. Pra dëshmitari e dinte natyrën apo se efektin negativ që do të kishin këto fjalë. Që është edhe më e rëndësishme nëse merr parasysh që Nuhi Bytyqi ka inkuar Thaçin ta bëj fjalimin e tij më diplomatik dhe këtë na e konfirmoi vetë kur ka dhënë dëshmi. Dhe ka thënë që kjo provë është versioni më diplomatik i fjalëve të Thaçit. Pra, origjinali ka qenë edhe më keq. Siç e ka përshkruar dëshmitari në faqen 381, në provën 1264-t, kur pa skriptin, përpara se ky që pam në ekran, ai tha, kur lexova fjalinë e parë nuk më pëlqeu. Sepse që në fillim të kësaj paraqitje publike ishte shumë ekstremist në mënyrë të shprehurit. Po thërriste tradhtar, të gjithë ata që nuk ishin kyçur në UÇK dhe ata që nuk e përkranin UÇK-n. Së dyti, dhe më e rëndësishme, mesazhi i Thaçit kundër luftës speciale edhe elementëve autonomist është theksuar edhe më tej nga shtabi i përgjithshëm në forma të ndryshme, në forma të tjera. Të marrim një shembull më konkretisht. Më 1 nëntor 1998, Drejtoria e Policisë Ushtarake, pranë shtabit të përgjithshëm, lëshon deklaratën për shtyp numër 4. Është diskutuar shumë herë kjo deklaratë gjatë gjykimit. Është deklarata për shtyp ku flitet për harrestimin e Cendeskut dhe Jakub Kastratit, që ishin akuzuar se bashkëpunonin me bashkëpunëtorët e ekzekutuar Ramiz Hoxhën dhe Selmon Biniqin. Folin në fakt të Tigrit tashmë për këtë, por Drejtoria e Policisë Ushtarake e justifikoi arrestimin e Deskut Kastratit duke thënë se ata ishin në koordinim të vazhdueshëm me Agim Krasniqin, një antar i presidencës së LDK-s, kryesisë së LDK-s, që është shërbimi i zbulimit të UÇK-s e njihte si një inspirues të luftës speciale kundër UÇK-s dhe një nismëtar të policisë autonome në Kosovë. Lufta speciale, autonomistët, ja pra i dëgjojmë sërish. Dhe kjo ka ndodhur pikërisht 2 ditë pasi zoti Thaçi ka thënë të njëjtat gjëra përpara ekranit. Dhe tani, kjo lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me krimet që janë kryer në përputhje me politikat që kishin kundër oponentëve. Mesazhet që ka thënë Thaçi janë një kontribut për krimet e kryera. Edhe paraqitja ti e parë, në fakt është pjesë e provave që tashmë e kemi pranuar. Këto përpjekje duhen parë edhe në raport me mohimin që ka bërë Thaçi krimeve, siç është rasti i incidentit që e diskutoi zonja Lawson, ku Thaçi gënjeu Frederik Abrahams ballë për 2 personat serb, 2 gazetarët serb të ndaluar të keq trajtuar, dhe tha që ata janë trajtuar në mënyrë të rregullt. Mund të shihni më shumë incidente në paragrafin 150-155 të dosjes sonë. Sidoqoftë, mënyra si Hashim Thaçi përpiqet të manipulojë momentet të caktuara tregon pikërisht se duhet të jemi të kujdesshëm kur të pranojmë dëshmitë e dëshmitarëve ndërkombëtar sa takon rolit të Thaçit, komandës apo kontrollit në UÇK,
edhe në qeverinë e përkohshme në vija më të përgjithshme. Ndërkombëtarët nuk e dinin se ai mund të kërkonte që të lëvizeshin këta persona edhe t'i çonin në Drenoc. Ai nuk e dinte se ai kishte rivendosur Ramush Haradinaj si komandant të zonës së Dukagjinit dhe kishte zëvendësuar Tahir Zemajn. Ata nuk e dinin se ai mund të bënte emërime ushtarake. Si ky që të shohim aktualisht në ekran, që është dëshmitari 04744. On 6th of October 1998, he communicated my appointment to me. As I explained, the appointments of commanders at brigade level were carried out by the General Staff and by the Chief of Staff, Bislim Zyrapi. So Hashim Thaçi communicated the appointment to me and said that I had the right to form the brigade without the need for verification for the commanding staff. The witness then clarified. Dëshmitar në fakt e sqaroi këtë pikë të fundit. Verification for the commanding staff. I was just wondering if you could explain further what that means. Po ne kemi qenë në situatë lufte. We were in a war situation, and for every formality, can this be done or that be done, made our work more difficult. So my conviction is that on this occasion, Hashim Thaçi fully trusted me, and he wanted to put the most meriting persons on commanding position. When Thaçi is Kur e pyesin Thaçin për këtë emërim, ZPS-ja, ai sërish gënjen. Mohon që ka ndodhur diçka e tillë, edhe madje pretendon, ai nuk e di fare kush është dëshmitari 04744. Këtë mund ta shihni në faqet 4-5 të provës 739.5 e të. Ajo që nuk kuptojnë James Rubin, Wesley Clark dhe ndërkombëtarët të tjerë, është që Thaçi ishte jaftë të maskonte atë çka po ndodhte në realitet. Dhe kjo ndikoi në botkuptimin e tyre për të kuptuar vërtet se si funksionon TUÇK-ja. Veçanërisht Rubin dhe Clark treguan që nuk kishin kurfar interesi për të kuptuar çfarë ndodhte në realitet. Dhe besonin se puna e tyre ishte në anën e duhur të historisë dhe nuk u përballën me atë çka po dëgjon tashmë ky trup gjykues dhe për të cilin do të marrë vendimet përkatëse. Vendimet e tyre në fakt nuk ishin as në përputhje me standardet ligjore ndërkombëtare sa i takon kontrollit efektiv. Kryekomandanti identifikuar i UÇK-s mund mos ketë qenë në gjendje të ushtrojë komandën si kurse ushtrit e Shtetet e Bashkuara apo NATO-s. Pas nuk kishte nevojë ta bënte këtë gjë. Paragrafi 613 i dosjes son flet për shumëllojshmërinë e hierarkive, të cilat janë të mjaftueshme për të konstatuar përgjegjësinë e prore sipas të drejtës ndërkombëtare humanitare, ku janë cituar dënimet për administratorët, një roje civile, një kampi burgu, pa emërime formale, një zyrtar i medias, edhe një drejtor i një fabrike çaji madje. Paragrafët vijues të dosjes son flasin për treguesit e kontrollit efektiv dhe citojnë edhe japin referencat përkatëse për evidencat që tregon se cila hierarki përputhet me standardin ligjor për secilin nga të akuzuarit. Mbrojtja e Thaçit mbështetet shumë në përshtypjet e dëshmitarëve të vet. Por ata nuk ishin informacionet bazë
për të marrë parasysh. Dhe rrjedhimisht këto opinione nuk duhet të kenë asnjë peshë. Së fundi, në paragrafin 621 të dosjes, mbrojtja e Thaçit pretendon se zoti Thaçi nuk kishte asnjë detyrim tu referonte krime ndërkombëtarëve, sepse ata ishin tashmë në dieni. E lej më njëndë pretendimin se ndërkombëtarët ishin autoritetet kompetente. Parashtrimi në vetvete është i pabazë. Të referosh veprat penale autoriteteve kompetente është një masë e domosdoshme dhe arsyeshme, sepse ato duhet të hetojnë apo të ndëshkojnë krimet në rrethanat e asaj kohe. Këtë mund ta shihni në paragrafin 1933 të aktgjykimit të apelit Popović dhe të tjerë. Ky referim pa dyshim që të kishte dhënë kontributet e veta. Oficeri i KFOR-it, Amerikani Steven Russell, dha dëshmi, këtë mund ta shikoni në transkript 18772, 18773, se ishin përpjekur të jetonin krime që kishin ndodhur përpara se të mbërrinte KFOR-i dhe se kanë marrë informacione relevante në lidhje me to. Të akuzuarit e kishin për detyrim të referonin krimet e vartësve të tyre çdo autoriteti kompetent të disponueshëm aso kohë. Autoritetet kompetente si KFOR-i, ONIK-u dhe TPN-ja ishin të gjitha ekzistuese aso kohë dhe referimi i krimeve sigurisht do të kishte pasur frytet e veta. Çfarëdo lloj informacioni për krimet që kanë ndodhur do të ishte i dobishëm dhe nuk mund të shfaqsojmë për përgjegjësinë penale që kishin, sepse duhet të kishin referuar krimet tek autoritetet kompetente. Kadri Veseli. Tani kalojmë tek Kadri Veseli, i cili njihet ndryshe me Novkën Lule. Getting to this accused, Përpara se sa të vjojmë me këtë të akuzuar, ne e dim që në fillim fare do duhet që të kushtojmë kujdes kur bëhet vlerësimi i argumenteve të mbrojtjes Veselit. Dhe për të qenë sinqert, duhet kushtuar kujdes me të gjitha ekipet e mbrojtjes kur ata flasin për provat e parverifikuara. Rregulla 140.4 gërma A e përcakton të nocion për këtë gjykat. Në të parashikohet që shpallja e fajësisë nuk mund të bazohet vetëm ose në një mazë vendimtare në deklaratën e një dëshmitari të cilin mbrojtja nuk ka pasur mundësi ta pyesë. Ndërkohë, në rregullin 139.3 gjithashtu parashikohet që trupi gjykues nuk vendos kushtin ligjor të konfirmimit për verifikimin e veprave penale apo veprimeve kriminale në jurisdiksionet e më specializuara, në varësi të rregullës 144. Megjithatë, mbrojtja e Veselit argumenton në paragrafët 37 deri në 42 të dosjes së saj që një vendim fajësie nuk mund të mbështetet vetëm në prova dytësore, që është një kategori shumë më e gjerë provash se sa deklaratat e dëshmitarëve. Një deklaratë dëshmitari është një term i parashikuar në skemën statutore që është diskutuar shumë shpesh gjatë këtij gjykimi. Ata kanë detyrime të posaçme për nxjerrjen e dokumenteve, kërkesa për pranimin, si dhe aspekte të veçanta gjatë shqyrtimeve. Kur një dëshmitar vjen në gjykat dhe kur jep dëshmi lidhur me prova dytësore ose për atë çfarë ka dëgjuar nga palë të treta, ky rregull nuk zbatohet përgjithsisht sepse këto janë dëshmitar ose deklarata dëshmitarësh dhe si rezultat duhet që të testohet ose të verifikohet mbështetshmëria e këtyre dëshmive. Ndërkohë, mbrojtja e Veselit argumenton që nuk duhet që të mbështetet në deklarata të tilla duke u mbështetur në paragrafin 69 të aktgjykimit të apelit të Areqinës dhe Morinës. Ndërkohë që
dhoma e apelit të TPN-s në paragrafin 62 thotë si më poshtë, këtu citoj: jo të gjitha provat që vinë si prova dytësore mund të konsiderohen si të pavërtetuara ose të pambështetshme. Në të vërtetë, si çështje ligjore, lejohet që të bazohet një vendim dënimi mbi provat rrethanore ose provat dytësore, por duhet kushtuar vëmendje secilës prej rrethanave përkatëse. Kjo përkon gjithashtu me rregullën 139, paragrafi 3, dhe gjithashtu me konstatimet e panelit të apelit në paragrafët 329 deri në 330 të aktgjykimit të apelit të Shalës. Provat dytësore, të cilat janë ofruar nga dëshmitarët që japin dëshmi, si të tilla nuk bien në fushën e veprimit të rregullës 144A. Kjo është e vërtetë gjithashtu edhe për provat jo gojore të pranuara nga trupi gjykues. Kjo është e vërtetë dhe për pranimet e të akuzuarve të mbështetura dhe në deklaratat e tyre të cilat mbështeten në prova të tilla. Kjo parashikohet dhe mund të gjendet më shprehimisht në vendimin e Karaxhixhit në paragrafin 452. Qëndrimi ynë është që në këtë çështje nuk është e nevojshme që të mbështetemi vetëm mos der një masë të madhe në ndonjë deklaratë të dëshmitarit kur të akuzuarit nuk kanë pasur mundësi që të marrin në pyetje dëshmitarët. Dhe ekipet e mbrojtjes po e zgjerojnë, po shtrinë më tepër këtë nocion përtej çështjeve dhe përtej rregullave që mbi të cilat punon DSK-ja. Si me të gjithë të akuzuarit e tjerë, shumë aspekte të përgjegjësisë individuale të Kadri Veselit janë diskutuar tani më. Kemi diskutuar lidhur me përgjegjësitë e tij të zbulim kundër zbulimit, kemi diskutuar lidhur me antarët e inteligjencës që ai ka pasur në përgjegjësinë e tij gjatë luftës dhe përfshirjen e tij të drejtë për drejtë në krime. Ne kemi përmendur dhe më herët të citim zotit Veseli më përpara. Megjithatë, dua që tani të bazohemi dhe të përqendrohemi në një tjetër aspekt të këtij citimi që keni në ekran. Në fakt, ne kemi pasur përgjegjësitë tona gjatë gjithë kohës së luftës, në periudhën 92-98. Kemi pasur shtabin e përgjithshëm, kemi pasur shtabin operacional të UÇK-s, po ashtu. Ne nuk kemi pasur detyra të veçanta, po gjithë kemi bërë çfarë kemi mundur të bëjmë. Jemi përfshirë në udhëheqje, logjistik, inteligjencë, sepse rrethanat ishin të tilla. Sikur sa u theksua dje nga zoti Tigër, ky është një pranim i qartë i vendimarrjes kolektive. Por tani le të përqendrohemi pak te koha kur janë bërë këto komente. Veseli këtu po flet për përfshirjen në udhëheqje, në logjistikë dhe në inteligjencë që prej 1992 kur e ka bërë këtë deklaratë. Edhe përpara se sa të bëheshin takime themeluese të 93-shit të UÇK-s, të cilat i diskutuam më herët, i takon që Veseli ka qenë i përfshirë në udhëheqje dhe në veprimtari inteligjence. Mbrojtja e Veselit argumenton në paragrafët 16 dhe 116 deri në 117 të dosjes së tyre se Kadri Veseli nuk ka qenë asnjëherë antar i LPK-s, por kjo nuk na përkon me dëshmitë e marra. Përveç atyre që kanë konfirmuar që Veseli ka qenë antar i LPK-s, si për shembull dëshmitari 04748, në transkript në faqen 352, Xhavit Haliti, në faqen 32 të provës P01857 dhe Recep Selimi, në faqen 3 të provës P00761.7, vizet. Ju mund shikoni këtu një dokument të historikut të LPK-s që është përgatitur nga Emrush Xhemale, i cili është ish sekretari i përgjithshëm i LPK-s dhe që ka qenë në pozicion të tillë që e dinte se si funksiononte LPK-ja. Xhemali e identifikon Kadri Veselin, Thaçin, Fatmir Limajn, Shukri Bujën dhe të tjerë si pjesë të një liste të personave të njohur në mes të vitit 1998 si aktivist me përvojë të LPK-s në diasporë.
Pra, cilat janë metodat e LPK-s mbi zbulimin kundër zbulimin që Veseli ka qenë i përfshirë që prej vitit 1992. Sipas fjalëve të dëshmitarit 04748 në transkript në faqen 4177 dhe këtu citoj që metodat operative të lëvizjes popullore të Kosovës në atë kohë, ato cilët kanë marrë në dorë më pas UÇK-n, metoda e tyre ishte që ata përpara se sa të hiqnin dikën nga skena, ata e akuzonin këtë person si bashkëpunëtor dhe kështu me radhë. Dhe dëshmitari shtoi që ato të cilët nuk respektonin lëvizjen popullore të Kosovës ishin persona të cilët do të vuanin pasojat përkatëse. Kjo ishte situata dhe kështu ndodhte. Në provën P02863, Emrush Xhemali shpjegon se LPK-ja gjithashtu ka bërë një punë prej 4 volumesh lidhur me strategjinë dhe taktikat e tij. Ballinat ose faqet kryesore të këtyre 4 volumeve janë pjesë e provave gjyqësore. Në volumin 1 mbulohet puna që ka bërë dega e kundër zbulimit të LKP-s dhe çfarë mendoj që të bënte ajo. Në kohën e përshtatshme duhet të bëhet e qartë për të gjithë popullsinë se askush nuk duhet të mendojë që kriminalët do të mbeten të pazbuluar ose që do t'i kursejmë ata. Hetime kryhen po ashtu në ato element që dyshohen që kanë bashkëpunuar dhe qëllimi është që të zbulohen tradhtarët e kamufluar dhe spionët. Ekipet klandestinëve mund të organizojnë, mund të kryejnë aksione të ndryshme si vrasje spionësh dhe tradhtarësh. Liridon Kosova është një tjetër shembull i të njëjtave metoda që kemi parë dhe në komunikata, në materiale që kishin të bënin me detyrat e zbulimit kundër zbulimit, si provat P074 dhe P890, dhe që kemi dëgjuar gjithashtu nga dëshmitarë të tillë si 04748, 04747, apo çfarë i ka thënë Sakol Bashota të PNJ-s. Mbrojtja e Veselit mbështetet në një papërshmëri të datës së botimit të Liridon Kosovës në 93-shit, por kjo në vetvete nuk ndryshon deklaratën e Emrush Xhemalit që është provë në këtë proces gjyqësor lidhur me eksistencën të jo vetëm kaq, por edhe gjithashtu edhe përmbledhjen e detyrave të zbulimit kundër zbulimit, të cilat janë në përputhje me dëshmitë e tjera që kemi pranuar në çështje. Argumenti në koshënime 215 të dosjes së Veselit që Emrush Xhemali ka mohuar autenticitetin e Liridon Kosovës është i papërshtatshëm dhe është orientues, sepse mbështetet ekskluzivisht në prova të paverifikuara. Faqet e cituara në parashtrimet e mbrojtjes nuk janë pjesë e dokumentacionit të provave se çështje dhe mbi to nuk mund të mbështetet trupi gjykues. Tani të shohim kompetencat e Kadri Veselit dhe çfarë lidhje ka pasur ai mbi anëtarët e NKP-s dhe instrumentet e shtabit përgjithshëm. Sabit Geci dhe lidhja e tij me Veselin janë trajtuar nga folësit e mëparshëm. Megjithatë do t'i kthejmë një shembull edhe më të hershëm ku mund të shihni se çfarë role ka pasur Veseli për emrimet. Prova P67 diskuton se si Xhem Gashi dhe Mahir Hasani janë vendosur nga shtabi përgjithshëm si komandant dhe zëvendëskomandant i Drenovcit në pranverën e vitit 1998. Mbrojtja e Veselit e përshkruan këtë raport si tërësisht të pambështetshëm në paragrafin 554 të dosjes së saj, pavarësisht se ata kanë thënë që, dhe këtu citoj, qartësisht një raport nga shtabi i Drenovcit, dhe kjo do të thonë referohet, thuhet në transkript në faqen 4054. Në çdo rast, kjo provë materiale konfirmohet nga autorizimi i tij që e ka vendosur Mahir Hasanin në Drenovc.
gjë e cila është gjetur në shtëpinë e Jakub Krasniqit. Dëshmitari 4753 konfirmoi se Xhem Gashi dhe Mahir Hasani ishin përgjegjës në Drenoc, dhe të dy 04748 dhe Beslim Zurapi konfirmuan se ky është personi që quhet Bis këtu dhe e bën të qartë që shtabi i përgjithshëm ka vendosur këto dy persona të jashtëm në krye të njësisë lokale të Drenocit. Dhe jo çdo kush në shtabin e përgjithshëm, sepse siç mund ta shikoni këtu në profën 607, që është një intervistë e nëntorit të vitit 1999 nga Beslim Zurapi, këtu bëhet qartë se kush i ka bërë këto emrime. Këtu thuhet, sikurse thash, Mahir Hasani ishte me mua, po dëgjonte me kujdes propozimet e mia, ku unë po filloja që t'i jepja detyra për të realizuar, sepse kisha filluar emrimin me zyrtar të ndryshëm në zona të ndryshme në Kosovë. Pas kësaj, unë i propozova Hashimit, Lulit dhe Sokolit që Mahir Hasani duhet të ishte dhe duhet vazhdon të qëndronte në punës një oficer në këtë zonë. Kadri Veseli dhe Hashim Thaçi personalisht janë përfshirë në këto emrime komandantësh. Këto janë aktivitete shumë të diskutuara. Kemi transkriptin në faqen 11.602 dhe 11.603. Dhe Veseli në këtë rast nuk është jashtë vendi, nuk është jashtë shteti, ai nuk është i shkëputur nga këto ngjarje, por ai është pjesë e vendimit që i ka vendosur këto persona për të mbikëqyrë operacionin e torturës. Dhe zoti Tigër, gjithashtu në dokumente që ju tregoj më herët, ju tregoj shenja të inteligjencës të shtabit lokal të Vlinit që bashkëpunonin me policinë ushtarake të Drenovcit. Çfarë ka ndodhur pas këtyre emrimeve mund të gjendet në seksionet që kanë të bëjnë me vendet e krimeve në Drenoc dhe në Malishev të dosjes tonë. Ndërkohë tani dua që t'i kthehem dy viktimave në Drenoc, të cilët janë diskutuar përgjithsisht edhe më përpara. Megjithatë, për të qenë më konkret, do kërkoj që të kalonim në seancë private për rreth 5 deri në 10 minuta. Gjykatësi ka kundërshtime? Në qoftë se nuk ka kundërshtime, le të kalojmë seancë private.
Sot dua të Your Honor, Supreme Public Safety. Sekretarit ndërruar gjykatës jemi në seancë të hapur. Gjykatësi mund të vijë në prokuror. Prokurori, faleminderit. Ne mund shohim përfshirjen e drejtë përgjithë Kadri Veselit në krimet e ngritura në atë akuzë edhe sa i takon ndalimit të Milan Mitrovicit.
Në paragrafët 515 dhe 998 të dosjes tonë, diskutohet se si Veseli personalisht ka transferuar këtë person të keq trajtuar në Kleçk. Raporti i KVM-s P4052 thot që bashkëbiseduesit e UÇK-s i kanë konfirmuar KVM-s pak pasi është kapur personi në fjalë që ata po e mbanin Mitrovicin dhe i kanë thënë atyre, dhe këtu citoj, që po prisnin udhëzime prej komandës më të lartë lidhur me këtë person. Në këtë raport diskutohet se Mitrovici është ndaluar në Kleçk me shënimin shtabi kryesor Luli ngjitur me të. Veseli ka dhënë një deklaratë të mëparshme ku ka thënë që ka qenë në afërsi të Kleçkës kur Mitrovici është transferuar. Ky referim mund të gjendet në provën P787 në paragrafët 4-7 në faqen 13. Një dëshmitar që ka thënë dëshmi ka thënë, ky është një dëshmitar që është mbajtur në Kleçk me Mitrovicin, dhe ka thënë në faqet 4-5 të provës 1-1-3-4 që ai dhe personat e tjerë në qelime të janë rrahur keqezi. Mbrojtja gjithashtu ka pasur mundësinë që të marrë në pyetje këtë dëshmitar Tenaser Krasniqin, sa i takon Milan Mitrovicit. Dhe kjo e gjitha ka ndodhur përpara se sa të merremi me dëshmit e dëshmitarëve 4839, 4747, 3875, apo në modelin më të gjerë, praktikën më të gjerë të ndalimeve në Kleçk. Mbrojtja e Veselit thjesht e ka gabim kur thot në paragrafin 600 të dosjes së saj që dëshmitar 4839 është e vetmja provë dhe e vetmi provë vendimtare kundër Veselit lidhur me këtë incident. Dhe Kadri Veseli ka ende shumë më tepër informacion sa i takon krimeve të kryera, edhe përtej atyre në të cilat ai ka qenë personalisht i përfshirë. Në korrik të 98-s, dhe në fakt kjo është diçka që e përmendi zoti Tigër dje, dëshmitari 2144 takua me Kadri Veselin dhe Hashim Thaçin. Dëshmitari paralajmëroi lidhur me rrëmbimet dhe ndalimet të pretenduara të UÇK-s nga ICRC-ja, nga kontaktet që kishte me kryqin e kuq ndërkombëtar në Malishev, ndërkohë që Thaçi i tha që UÇK-ja ishte një ushtri e rregullt dhe që respektonte konventin e Gjenevës. Kjo është thënë konkretisht, dhe këtu citoj. Nuk më kujtohet konkretisht se çfarë i thash Thaçit, por unë nuk kam ngritur pretendime specifike lidhur me krimet veçante, sepse nuk isha prova konkrete të prekshme. Megjithatë, unë ngrita këtë aspekt në terma të përgjithshëm dhe fola lidhur me pretendimet e ndalimeve dhe rrëmbimeve të raportuara gjerësisht në kontekstin e qasjes kryqit kuq ndërkombëtar. Veseli është pjesë e kësaj bisede. Mbrojtja e Veselit kundërshton specificitetin ose detajet e informacionit të dhënë në paragrafin 641 të dosjes vet, por dëshmitari ngre çështje të ndalimeve dhe trembimeve të UÇK-s, të cilat ishin gjerësisht raportuara në kohë, dhe këto probleme i ka ngritur me këta dy persona duke u mbështetur në qasjen e kryqit ndërkombëtar tek të ndaluarit. Sikur se është vendosur nga dhoma e apelit të TPN-s në paragrafin 28 të një gjykimit të vet, informacione që i është dhënë të akuzuarve dhe njoftimi i tyre duhet që të ketë qenë mjaftueshmërisht alarmues për të justifikuar hetimet më të ishme lidhur me ato çfarë ndodhte në realitet. Mos angazhimi i Kadri Veselit për të parandaluar dhe për të ndëshkuar krimet në rolet që kanë mbajtur në shtabin e përgjithshëm në njësinë e zbulimit kundër zbulimit është një kontribut sa i takon akuzat të ngritura në atë akuzur në KP-n, si dhe nuk ka përmbushur as detyrat e tyre si një epëror i përgjegjshëm. Mungesa e tij në Kosovë nuk e ndryshon situatën. Veseli mund të ushtrohet kompetencat veta në Kosovë kudo që të ishte dhe kudo që të dëshironte.
Në provën P1449, Pall Refsdal shkruan lidhur me një darkë që ka pasur në Bruksel me Thatcher, Gjarprin dhe Veseli Luli në janar të vitit 1999. Refsdal thot që i ka treguar atyre lidhur me një vizitë të planifikuar të ministrit të jashtëm norvegjez Knut Vollebok në Kosovë. Refsdal shkruan si më poshtë. Ju të dy e dini që Norvegjia është drejtuese OSBE-s këtë vit, i thash në një ton të rënd. Ministri i jashtëm Vollebek është në Shqipëri sot dhe do të shkojnë në Kosovë në 3 ditë. Ndalova ose bëra një pauzë shkurt për 3 sekonda për të theksuar rëndësinë asaj çfarë do të thoja më pas. A nuk do ishte mirë që ju të ishit në ÇK dhe ta takonit ata atje? Ata e pa njëri tjetrin në sy dhe folën ca fjalë në shqip. Pastaj Gjarpri u ngrit, mori telefonin e tij mobil dhe u kthye mbrapsht pasi bëri telefonatën. Ai tha, a unë mund shkoj në Likov, ne do sigurojmë që ai të takohet me dikë nga udhëheqja. Ai u ul dhe ne vazhduam përsëri bisedën. Pra, ne dim nga dëshmit që kjo është informacion i saktë, sepse e dim se çfarë ka ndodhur në takimin në Likovc, kur ka shkuar Vollebok atje. Refsdali po ashtu përmend dhe 8 ushtarët e ushtrisë së armatës jugoslave, pra incidentin me këta 8 ushtar, dhe thot që kjo bëhet një çështje ndërkombëtare. Ndërmjet kohës pra nga darka në Bruksel deri në vizitën e ministrit të jashtëm. Kur Vollebak kthehet, takimi që kishte me UÇK-n është regjistruar dhe kjo jepet në faqet para të provës 182. Kështu që kjo është diçka e cila është gjetur gjithashtu edhe në një shënim në shtëpinë e Recep Salimit. Veseli dhe Thatcher mund të komunikonin që prej shteti, kurdo që dëshironin që komunikonin. Ata ishin në gjendje ta bënin këtë gjë në çast, madje edhe në mjedis restorante. Ata kanë pasur kontroll dhe kur kanë qenë jashtë vendi, pra jashtë Kosovë, dhe kanë pasur mundësi që të parandalonin dhe të ndryshkonin rastet apo krime të tilla në qoftë se ato ndodhin. Recep Selimi, ndërrosh ka se dëshiroj ndoshta të bëni pushim tani. Gjykatë si do bëjmë gjysmore pushim tani. Prisni sekundë se më duket që gabova. Hallin është ora 10. Gjykatë se e kisha gabim. Dje keni dëgjuar për punën e Recep Selimit në gjithë Kosovën për të mbikëqyrë dhe për të zbatuar mes të tjerave dhe politikën kundërshtarëve. Por le të fillojmë tani me deklaratat e Recep Selimit dhe intervistat e tij për media. Është rrallë të shihet një dosje përfundimtare ku mohohen gjëra që vetë klienti ka thënë, pra mohohen nga mbrojtja e tij. Recep Selimi prezanton të paraqisë një version të romantizuar të UÇK-s në paragrafin 57. Ata flasin për egzagjerime që janë pjesë brendësishme që nësishme e komenteve të tij publike. Dhe këto është në paragrafin 327. Intervista e tij Zërit, e dhënë Zërit në tetor të 99-sh, shpjegohet dhe largohet në shmanget, pra në paragrafin 59, si diçka që është asgjë më shumë se sa mbështetje thashë themeve. Ajo që mbrojtja e Selimit pranon është gjërat që Selimi thot lidhur me UÇK-n ilustrojnë aftësinë e tij për të kontribuar në krimet për cilat akuzohet. Ne pranojmë se deklaratat e Recep Selimit dhënë ZPS-s dhe mediave duhet të vlerësohen me kujdes, megjithatë nuk ka bazë për t'i hedhur poshtë ato menjëherë dhe në tërësi. Përkundër, në të kundërt, një vlerësim i kujdesshëm tregon konfirmim domethënës në shkallë të gjerë të pikave relevante të shumta. Fillojmë me një shembull të drejtë për drejtë. Sulmi i koordinuar ndaj stacioneve të policisë i shtatorit 97-s pasqyrohet në komunikatën 36. Mbrojtja e Selimit përshkruan këtë komunikat si një shembull klasik i propagandës. Po citoj në paragrafin 304 të dosjes së tyre. Por pse?
Recep Selimi ishte jashtëzakonisht i qartë se ai planifikoi këtë sulm, siç mund ta shihni këtu, në intervistën e tij dhënë Zërit. Vendosëm të koordinonim sulmet tona, siç ishte edhe rasti me 14 sulmet e datës 11 shtator 1997. Unë isha përgjegjës për koordinimin e këtyre sulmeve, isha përgjegjës për këtë operacion në nivel të Kosovës, së bashku me shokët e tjerë, por kam patur rol udhëheqës në koordinimin e këtyre sulmeve. Sulejman Selimi konfirmoi pjesëmarrjen e tij në të njëjtin sulm, në të 24/9/27 deri në 24/9/28, dhe mbrojtja e Selimit nuk bëri pyetje këtij dëshmitari. Vetmja gjë egzageruar këtu është pretendimi për egzagerim. Recep Selimi u caktua përgjegjës për goditjen të koordinuar më të madhe që UÇK-ja kishte bërë deri në atë pikë. Dhe komunikata 36 pasqyron këtë sulm. Ai pastaj është personi që flet në paraqitjen e parë publike të UÇK-s më vonë në 1997, tregues nga koha, periudha kohore para të akuzës konfirmoi rëndësinë e Selimit. Selimi vepron përmes pozitave që ai mban gjatë periudhës mbuluar nga akta akuza për të bashkëndarë qëllimin e përbashkët kriminal dhe për të kontribuar atij. Këtë mund ta shihni në gjuhën që ai përdor, edhe përpara se të shikoni atë duke rrahur një të ndaluar me një tub plastik dhe duke marrur pjesë në kryerjen e krimeve të tjera. Më herët folëm për atë që tha që kishte thënë LDK-s dhe Farkut në raportin e shtabit rajonal Liria. Selimi ishte gjithashtu jashtëzakonisht i qartë mbi ndjenjat që ai kishte apo si ndihej për këto grupe, duke thënë që shtabi i përgjithshëm nuk e kishte njohur dhe nuk do ta njihte kurrë këtë vijë institucionale, parlamentin, presidentin. Fillimisht Në të 17-261, 17-262 dhe të 17-289, një dëshmitar i ZPS-s tregon se si Selimi i tha atij, po citoj, do t'i vras me duart e mia gjithë ata që janë me Rugovën. Kur Ekrem Rexha, komandant Drini, u raportoi ndërkombëtarëve se viktima, që është pjesa që është në këtë akuzim mërzifi që ishte marrë, një komandant i UÇK-s pyet Recep Selimin lidhur me këtë person. Reagimi i Selimit ishte, ai nuk është këtu, nuk kemi lidhje me këtë çështje, dhe pastaj citoj, ai do të merret me mua, do ta vras personalisht Ekrem Rexhën, Drinin. Ky shkëmbim mund të shihet në T8768 në faqen 18 të P00492.3. Këto janë kërcënime nëse ngatrohesh me Recep Selimin, nëse e kundërshton apo nxjerr në pa atë që po ndodh. Fakti se Selimi mund të ushtrojë kontroll efektiv mbi njerëzit si Drini, kjo mund të shihet në përfshirjen e tij të drejtë për drejtë në heqjen e tij, largimin e tij si komandant i zonës së Pashtrikut në fillim të 99-s. Siç e shpjegojmë ne në paragrafin 405 dhe 407 të dosjes tonë, ky vendim nuk u mor në një situatë boshllëku, por në një kontekst të një mosbesimi në rritje të shtabit të përgjithshëm për ushtarët profesionistë që ishin Drini dhe ata që perceptoheshin apo mendohej se ishin LDK apo mbështetës të Farkut. Besim Zyrapi, dëshmitari 0476944737 dhe dëshmitarët e tjerë implikojnë Recep Selimin në këtë vendim. Argumentet e mbrojtjes së Selimit në përgjigje, në paragrafet 446-451 të dosjes së tyre, përqendrohen në pjesët teknike dhe motivet që nuk ndryshojnë asgjë lidhur me sa i takon përfshirjes së Selimit. Për shembull, mbrojtja e Selimit përpiqet të shpjegojë dhe të largojë
të ulë rëndësinë e provave të Bislim Zerapit mbi bazën se ai nuk e njihte procedurën e saktë të caktimit të personelit, që bën në vijim të zëvendësimit të Drinit, por ne e dim se Recep Selimi ishte në komisionin e personelit, të stafit, nga prova P1109 dhe Zerapi ishte i qartë në pjesën e transkriptit të cituar, ku ai thot u zëvendësua sepse në atë kohë kishte kërkesa të përsëritura që komandanti Drini të hiqej nga ajo pozitë. Dhe Zerapi shton se Recep Selimi kërkoi në vazhdimsi me këmbgulje heqjen e tij. Selimi kishte aftësinë dhe informacionin për të trajtuar sjelljen e varësve të tij. Dhe ai ndërmori hapa për të hequr dikë si komandant Drini, por jo dikë si Sulejman Selimi, i cili ishte emëruar nga Recep Selimi dhe shtabi i përgjithshëm vetëm për të kryer krime me njerëzit e tij në Likoc. Recep Selimi nuk bën asgjë për të ndaluar kushërinë e tij Sulejmanin dhe provat për praninë e Recepit në mesin e të ndaluarve të keq trajtuar në Likoc i dha atij edhe më shumë informacion për të ndërhyrë. Por Drini u hoq dhe Sulejmani u bë komandant i përgjithshëm. Mekanizmi llogaridhënies është komplet i kryer mbrapsht. Dhe kjo është e bërë në mënyrë të qëllimshme. Shikojmë tani çështjen që është quajtur Korojmir në fillim të majit 99. Ky rast kishte të bënte me 4 policë ushtarak të UÇK-s, nën Haxhi Shalën, të cilët u përfshin në ndalimin dhe keqtrajtimin e personave. Haxhi Shala ishte vetë drejt për drejt i përfshirë në krime të mëhershme, për cilat janë ngritur akuza, siç mund të shihet paragrafin 800-801 të dosjes sonë. Selimi paravjen në Kleq, kërkon dosjen dhe pastaj liron zyrtarët e oficerët e policisë ushtarake. Dëshmitari 04743, antari i shërbimit të zbulimit që ishte në atë kohë, raporton pasaj këto zhvillime Kadri Veselit. Provat për këto ngjarje janë mbledhur përshkruar në paragrafin 252 të dosjes sonë. Recep Selimi, duke patur mundësi të liroj policë ushtarak të UÇK-s që të shohin për krime, ilustron autoritetin e tij në UÇK dhe mos ushtrimin nga ana e tij e përgjegjësive pra për të mos liruar për të liruar persona viktima të ndaluar në mënyrë të gabuar apo për të ndëshkuar persona që kanë kontribuar në NKP. Fakti se Recep Selimi është më shumë se një person që lufton në luftë, mund të shihet në mënyrën se si varësit e tij ankohen ndaj tij. Shohim shënimet e një takimi në të cilin Selimi mori pjesë dhe që mbrojtja përpiqet ta paraqesë si një ku nga komandantë e zonave. Po të shohim në këto shënime P00182, shihet se komandantë e zonave ankohen për mënyrën se si Sokol Bashota, që nuk është në nivel të detyres, dhe Jakub Krasniqi, i respektuar, por jo personi i duhur për pozitën që ka, që janë zëvendës komandantësh, çështje shqetësuese për ata, dhe se si shtabi i përgjithshëm ka është përfillur kërkesat e tyre lidhur me këtë. Duhet të ishim konsultuar, kjo është ankesa e tyre. Dhe kush është fajtori për shpërfilljen e kërkesave të tyre dhe mos konsultimin e tyre? Samir Shtaku e bën këtë të qartë. Recep Selimi, Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli janë përgjegjës për këtë situatë në të cilën gjendemi në këtë moment. Në këto faqe, Sulejman Selimi është kaq i zemëruar për faktin që kërkesat e tyre janë shpërfillur dhe ata nuk janë konsultuar, saqë i thotë shtabit të përgjithshëm që nëse nuk bëhet diçka, ai nuk do të raportojë më, gjë që e bën të qartë se ai kishte raportuar deri në atë moment atyre. Këto janë po të njëjtat shënime, ku Sulejman Selimi shton Hashim Kadri dhe 10 që i kanë kontribuar luftës që në fillim. 10 që është njëri prej atyre që ka rrezikuar më shumë gjatë luftës. 10 që, siç e dim, është Recep Selimi.
Mbrojtja e Selimit argumenton në paragrafet 441 dhe 445 të dosjes së tyre se nuk ka provat e autorësisë së këtij bllokshënimesh që të jetë paraqitur dhe nuk është paraqitur nuk i është paraqitur asnjë dëshmitar i gjatë gjykimit. Në mesin e shumë dëshmitarëve të cilëve të regua kjo bllokshënim gjatë shqyrtimit gjyqësor janë 04739, 4744, 4752, 4401 dhe 4290. Me dëshmitarin 0244 ne kemi përdorur edhe këtë video të Recep Selimit që shkruan shënimet e tij në mars 1999, në takimin në Trstenik në mars të marsit të 1999, me të njëjtin libër. Pra, dëshnia relevante është në faqen 16094, 16097. Unazat e lidhja pjesalidhëse e bllokshënimeve në video përputhet me atë që shihet në P0012 dhe përmbajtja e shënimeve përputhet me përmbajtjen e mbledhjes apo takimit. Angazhimi i Recep Selimit në përfshirja e tij në ndërmarrjen kriminale të përbashkët mund të shihet përfundimisht në sjelljen e tij si ministër i rendit publik. Selimi përballet në mënyrë të drejtë por drejt me aktivitetet të e paligjshme të policisë dhe konfrontohet për këtë nga generali Mike Jackson. Në P02525 Jackson thekson në lidhje me autoritetin e ligjshëm të KFOR-it se nuk mund të ketë kundërshtime të paligjshme ndaj kësaj force të ligjshme. Zoti Selimi i kërkohet që të garantojë se ndërprerjen dhe pushimin e aktiviteteve të paligjshme të policisë ushtarake. Mbrojtja e Selimit kundërshton në paragrafet 471 dhe 472 të provave të tyre se kjo provë materiale është e pasakt, sepse nuk ka krijuar një forcë policore e tillë, dhe në fakt kjo është e pavërtetë dhe kundërshtohet ndër të tjera prova si në vijim nga komunikata e Ministrisë së Rendit Publik ku përcaktohen dhe përshkruhet mandati i policisë në kundërshtim të tërësishëm me rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1244. Zyrtari i policisë, kartat identifikuese të zyrtarëve të policisë të Ministrisë së Punës të Rendit të Publik, të nënshkruar nga Recep Selimi dhe të sekuestruar nga shtëpia e tij, përfshirë kjo e komandantit Tajvaz Berisha, i komandanti i njësisë speciale të shtabit të përgjithshëm. Kartat e tjera janë gjetur edhe në kartierat e tjera janë gjetur në shtëpinë e Selimit, siç është ajo e ish komandantit të policisë ushtarake, zëvendës komandantit të policisë ushtarake në Drenot Selim Krasniqi. Mbajtësit e këtyre kartelave kishin leje që të mbanin armë dhe të identifikonin persona, të legjitimojnë ata dhe të sjellin në polici. Selimi në dëshminë e tij në TPNJ dhe intervistën e ZPS-s e përmendur në poshënimin 2210 të dosjes son, konfirmoi se ai dhe Ministria e Rendit Publik i kanë lëshuar këto kartela. Në gusht të 99-s i kanë tërhequr këto kartela pasi janë kërkuar, u është kërkuar të bëhen këto gjë nga KFOR-i, por Ministria e Rendit Publik vazhdoi të nxjellte këto kartela, të lëshonte siç mund të shihet nga karta identitetit e shtatorit 1999 për Milaim Latifin, një ish polic ushtarak që i lidhur me ndalimin dhe keqtrajtimin e kundërshtarëve. Dhe natyrisht kemi provën P01539, një raport edhe këtu i sekuestruar nga shtëpia e Recep Selimit, nga komandanti i policisë ushtarake të Karadakut Fatmir Mehmeti, i cili ankohet për operacionin e KFOR-it në qendrën e ndalimit në Gjilan, ku Steven Russell, për të cilin Steven Russell dëshmoi se gjetën aty një dhomë torture. Recep Selimi nuk mund të shmanget materialeve që ai ka në posedim dhe fjalëve që ai ka thënë në të kaluarën. Të gjitha këto e paraqesin atë dhe që është në pjesëmarrës në tërësi dhe me vullnet në
ndërmarrjen kriminale të përbashkët. Dhe në fund Jakub Krasniqi. Përpara se të kalojmë të vetë Krasniqi, paraprakisht donim të trajtonim parashtrimet lidhur me ndihmën dhe inkurajimin në pjesën 6 të dosjes së mbrojtjes së Krasniqit. Ajo që argumentohet aty është gabim material. Mbrojtja e Krasniqit argumenton paragrafin 771 se prokuroria nuk mund të përdorë të mbështetet në të njëjtat akte të pretenduara apo mosveprime në të cilat është mbështetur për të përshkruar kontributin domethënë të rëndësishëm të në një ndërmarrje kriminale të përbashkët të pretenduar dhe të trajtoj ato si prova të ndihmës dhe inkurajimit. Autoriteti për këtë propozim apo argumentim është paragrafi 91 i aktgjykimit të apelit në TPNJ Gvocka dhe të tjerë dhe mbështetja e përpjekja për të mbështetur në këtë çështje tregon se është nevojshme që të bëjmë një dallim alternativ për shpallje fajësie nga shpalljet e fajësisë alternative. Të gjitha mënyrat e përgjegjësisë të paraqitura në këtë çështje, në KP1, në KP3, ndihmë dhe inkurajim dhe përgjegjësi e lartë, janë paraqitur në akt akuzë si alternativë. Ne kemi kërkuar që të bëhen konstatime për të gjitha këto, por vetëm një prej tyre mund të jetë bazë për shpalljen fajtor për të njëjtën grup faktësh. Gabimi në Gvocka ishte thelbësisht shpallja fajtor për ndihmë dhe mbështetje në ndërmarrjen kriminale të përbashkët që pastaj u rrëzua në apel mbi bazën se dhomat nuk mund të përcaktojnë, nuk mund të grumbullojnë në mënyrat alternative të përgjegjësisë në këtë mënyrë, por kjo është faza ku bëhet fjalë për shpalljen fajtore apo jo. Në paragrafet 102-101 në apelin e aktgjykimit të dhomës apelit të TPNJ-s në Naletin Tilić dhe Martinović, dhoma apelit të vlerësoi argumentin e mbrojtjes se ngritja e akuzave në forma alternative bazuar në të njëjtën sjellje ishte dëmtuese. Gjykata konfirmoi se ngritja e akuzave në formë alternative mbi bazën e të njëjtës sjellje ishte në përgjithësi e lejueshme, pastaj më vonë konstatoi se është e lejueshme në rrethanat e asaj çështje. Po të asaj çështje, ne jemi të lejuar, besojmë që të përdorim të mbështetjen e të njëjtat veprime në të dy në KP të ndihmës dhe mbështetjes për këtë kontekst. Kjo është mënyra e akuzës alternative bazë. Shoh se është ora për pushim. Gjykatësi do të bëjmë një pushim tani, por nuk deshëm të ndërprisnim në fjalimin tuaj. Kthehemi në orën 11.